Të nderuar miq, ne sërish po kthehemi pas 21 dite në kosherën numër 5 me dokumentarin cilin e kemi filluar 365 ditë në një koshere. Jo rastisht jemi të kthyer pas 21 ditëve, ndoshta ka pas nevojë që të kthehemi më herët, mirë po shkaku i temperaturave që na kanë bërë të pamundur, domethënë të bëjmë kontroll bletëve, nga se ka pas tërhequra dhe temperaturat kanë qenë shumë të ulta. Prandaj sot e pam të arsyeshme ta vazhdojmë ciklin e xhirimeve tek kosherja numër 5 dhe të bëjmë një kontroll të detajuar të shohim se për çka ka nevojë kolonia gjatë kësaj periudhe. Atëherë sot është temperatura dikun te 18 gradë Celsius dhe pajtimi me siguri do të fillojë në mënyrë të detajuar të shohë se çka është puna e kësaj kolonie, cilën kemi filluar vetëm prezantimin e saj. Pa humbur kohë, ne do të fillojmë me prezantimin dhe të shohim se për çka bëhen fjalë dhe të shpresojmë që koha të na mundësojë që t'i kontrollojmë domethënë në periudhat më shpeshta, për shkak se ndoshta ka nevojë për pas ndërhyrje brenda kolonisë. Atëherë fillojmë me pjesën e prezantimit. Si sta dhe Alili, vazhdojmë kontroll të detajuar. Timsen e kemi gati, por Pajtim, po të shoh se je duke bën një veprim cilën ndoshta duhet një shpjegim për bletarët. Pse bari i gjelbër duhet i vendoset timset? Halil, zakonisht bari vendoset për mos të dalë timi i nxehtë. Momentin që vendosim bari në timse, timi është i flladitshëm dhe nuk i shqetëson bletët. Domethënë është tim freskus. Kurse kur nuk kemi bari, timi del i nxehtë. Provojeni edhe vetë. Domethënë edhe nëse e përdorim edhe kaftira, është timi i freskët. Nuk ka nxehtësi. Bismillah. Si që dim se para 21 dite fiks kolonia ka pas 7 korniza tjell, jo të plota 100%, ndoshta deri në 70 ose 80% e kornizës. Dhe 3 korniza tjera kanë qenë me polen dhe mjalt. 21 ditë nuk është hap fare. Si shta dhe Alili, temperaturat kanë qenë të ftokta, përveç 5 ditët nga 15 deri në 20 mars kanë qenë me diell, kurse ditët tjera kanë qenë të ftokta. Sidomos natën temperaturat kanë shku deri në 2 gradë. Alil, çka me thon vlla? Mashallah veç. Po le ta shohim edhe shikuesit ton se çfarë kolonia është nga sipër, por para se ta përdormi timsen, është një koloni për mashallah, është e mirë. Le të shohim çka do të ndodhe. Kolonia është e qetë. Shifi. Shohim vazhdim. Për momentin është e qetë. Për momentin, po. Halil, po filloj nga korniza e parë, po mendoj se mund të kemi pjellë dhe mos dëmtojmë diçka. Okej, nga kjo koloni, ju tregoj se do të bëjmë ose shtesa ose prodhim të mbretreshave, sepse është shumë punëtore dhe ja vlen ta kemi parkun me një lloj të tillë. Korniza e parë, më një herë, çka shohim? Polen. Them nga drita. Edhe anën tjetër, e kemi përplot me polen. Mashallah. Shife dridhja e bletëve, Alin, nëse mundesh me kap këtë ku po dridhet, kështu. Po bën rrotullime. Ja, kjo është domethënë ndaloj tash, ose për momentin kjo këtu. Ja. Ja. Shifne po e tregon rrugën se ku gjendet ushqimi. Ja, kjo e cila po rrotullohet. Po për këtë më detajisht do të kemi një episod veçantë. Se si bletët tregojnë. Shifne, shumë interesante. Ja. Në cilin drejtim sa shkallë dhe ku është ushqimi sakt. Kemi edhe disa sende më interesante këtu. E merr drejtimin me kandin e diellit dhe tregon pastaj rrugën në sa shkallë është ajo, ushqimi në çfarë shkallë gjendet. Domethënë në drejtim të diellit, pastaj kandi nga dielli në 40, 45, 360, 180 varësisht ku gjendet ushqimi, ajo e tregon. Ja, kjo kornizë është kjo korniza e dytë, e cila është me thash siç e paramendova se mund të jetë me pjell. Atë dhe fillon nga korniza e parë. Po ashtu ka edhe polen.
korniza është e bllokuar Alil, me sa shofun. Po. Më thonë këtu kemi komplet që larva këtu kemi. Nuk e di s'besoj që mund të më fut në kamerë. Shifën ndoshta. Mbroj. Sidoqoftë janë, do të thonë larva kemi. E shohim edhe anën tjetër, është e ngjajshme. Mbretëreshën e kemi të shënuar me ngjyrë të gjelbërt. Çka kemi këtë grumbullin këta? Aha. Kemi nektar, për shkak të tymit tentojnë të futen dhe të marrin mjalt. Para ishte ajo është. Mashallah. Po. Nga hapja vjen edhe një aromë jashtëzakonisht e mirë, Shumë. e cila ndihmon po ashtu edhe në rrugët e frymarrjes, mashallah, për plot korniza, me pjell, me larva, me nektar, me polen. Në ta shoh vetëm pak drita. Ja edhe një mashkull. Po, vetëm meshkujt vetë që mshin shpërthi. Ka ndalë vetëm se, po nuk i janë të pjekur për fekundim. Sepse një mashkull pas lindjes duhen 2 deri në 3 javë që të jetë i pjekur për ta fekunduar një mbretëresh. Ai nuk mund ta fekundojë një mbretëresh në momentin që lind. Duhet pjekuri. Kjo është një temë e veçantë dhe shumë interesante. Duhet burrëri. Po, do të thonë duhet burrëri. Për ta bën një mbretëresh ilësore. Alil perfekt. Mashallah, mos ta zgjasim shumë, po ta bëjmë një kontroll kështu. Gjithmonë me kujdes tek bletet. Dhe mundoni të vritni sa më pak bletë. Është e qetë, nuk kemi sulm. Ja. Njëkohësisht jemi tu pa edhe për çibuk, mos vall kolonia ka shtu në instinkt rojitje, për momentin nuk kemi as domethënë qelia emergjente. Siç bëjnë anash, është perfekt. Komplet është me pjellje. Alil. Po. Nëse mundesh me zoom me fut në qeli, nuk i di a mundesh me fut në qeli. Po, jemi shtype aty, domethënë ku është 1. Madhësia numri 1. Ja. Perfekt. Ja dhe ana tjetër është e ngjajshme. Dhe njëherë fokusin e kemi. Më thonë, aq shumë s'ka vend për kolonia ka shku deri këtu me pjellje. Këtu ka vezë treja. Deri në skajnë. Deri në skajnë. Okej. Mirë dhe jemi në rregull, diçka elemente varroa, dini shqetësim, diçka dishemia shumë e pastër. Bile shife diku na ka rrjedh nektari. Shife kur shifat se ka pas nektar. Vedia mundesh me kapa aty bletet ku po rritin nektarin, që ka rrjedh nga korniza. Atëherë vazhdojmë me kornizën e 5. Këtu kemi edhe një jashtë 4. Korniza e 5. Po mundohem që jem sa më i qetë që sa më pak tim përdorim, sepse edhe timi gjatë kontrollave i shqetëson bletet. Edhe pse thuhet që i qetëson, po në fakt formë ndonjëherë edhe ju bën stres. Ali, çka të them vëllas? Pa diskutueshme është. Perfekt. E pa diskutueshme. Vezë, domethënë deri këtë. Komplet kjo, domethënë rreshti i fundit në kornizë është komplet me vezë. S'ka vend. Edhe ana tjetër është perfekt. Plus kornizat janë të mbulume me pjell, ç'po shifët. Vazhdojmë korniza e 6. Ja. Pjellja perfekte. Unë po afrojmë kështu me kokë dhe të shoh vezë kemi. Domethënë edhe në këtë qeli, Alil. E di se ndoshta kamera s'ka, edhe në këto qelia këtu në fund kemi vezë. Në këto 3 qeli këto. Po mundohet ta fokusoj, po
Mbretëresha ne ende se kemi po, ndoshta e kemi kaluar edhe pse nuk i kemi mendjen shumë të mbretëresha. Por arsye se vezët e kanë dëshmuar se e kemi prezent. Po ta kishim humb mbretëreshën nga kontrolli i fundit. Do të kishim çibuk. Do të kishim shumë qili mbretëreshës. Se ndonjëherë gabimisht i vrasim me mbretëreshat gjithë kontrollit, i shtipi mos e. Kompleta me vezë treja. Edhe plirë mashkullore. Vetëm të shoh këtu ali. Skajt e kornizës janë në vezë treja. Një ditore ditë tjetër larva kemi. Perfekt. Ndoshta te korniza ashtu, ndoshta mos marrë edhe mbretëresha. Shohim. Ka mundsi. Mbretëreshën e kemi të shënuar me ngjyrë të gjelbërt. Është e vitit 2025, që e ka kriju vetë kolonia. Ale, çka më thon me vëlla kësaj? Mashallah. Mashallah. Ja mbretëresha. Kingu. Kjo është ajo e cila meriton respekt. Ja shife. Faktor kryesor, du të dinë gjithë, sidomos bletar të ri, se por të pas sukses një kolonia është mbretëresha. Pastaj janë tjerat, duke nisë nga puna e bletarit dhe shumë faktorë tjerë. Por nëse nuk kemi mbretëresh cilësore, ti çfarë do të jetë bësh me vletën, ajo nuk ecë para, sepse motori kryesor nuk punon. Koka e kolonisë nuk kanë rregull. Çka dush vepro me ata, ndihmoj me pjell me çka dush, do të lindë ajo pjell. Po kush do ta vazhdojë jetën? Vazhdon kjo bukuroshja e cila domethënë na ka dhënë kët Alil. Kjo pjesë është shumë e bukur, a? Kët peleton. Guravi. Por mashallah. Guravi, mashallah. Haj mos ta maltretojmë shumë. Se filloi një erë. Ha? Alil, thave se në këtë kornizën e ashme edhe ashtu ishte. Po, kemi fillu vetëm se Ta nga detektojmë mbretëresh. instinkti ta gjejmë mbretëreshën vetëm nëpërmjet instinktit. Këtu Alil nuk kemi, domethënë, Tu ka ushqim, nektar të favolosur, polen, e cila janë shumë e rëndësishme. Nektari freskët, shifi? Po, ja. Kjo pjesa e cila po jep një çfarë lloji shkëlqimi. Ta rrotulloj kështu pak ti mund të shifet. Derisa të përshtatet me dritën. Si thojnë familjet e zdritshme. Ashtë. E ndriçuar. Ja. Kjo është nektari favolosur. Ose nektar i freskët. Nektari favolosur. Mjalti duhet volosur, to pajtim përmirëson vlladën e herë se. S'ka problem. Nuk u vaj gabime apo marrësh. Dhe njerë gaboj. Nektari favolosur. Jo, nuk ka nektar favolosur. Është nektar. Po, ka nektar. Edhe kjo anë kështu. Mjalti favolosur. Ja, njësoj. Atje lart mund ta shihni edhe mjalti i volosur i vjetër, cilin ende nuk e kanë hapur, nuk e kanë konsumuar. Ja, kjo është. Kjo është, pajtim. Alil, kolonia nuk ka kur një farë defekti. Zhvillimi për periudhën që jemi është perfekt. I ka mbush kornizat. Nuk ka vend, pyetja që duhet lind dhe që jo u bajnë tani dhe ta komentoni para se të bëjmë veprim, a duhet t'i vendosim kat apo jo? Tash kjo pyetje pak si. Kjo është, domethënë, pyetja dhe esenca çka duhet të bëjmë veprim. Jo rastësisht e kemi bërë këtë video, jo rastësisht e kemi nisë këtë dokumentar. Domethënë çka duhet veprojmë tash. Po shka në qoftë se pajtim temperaturat gjatë ditëve në vazhdim do të jenë të ulta. A meriton kat kjo? Po kjo ishte edhe tema që duhet diskutohet. Jo rastësisht çdo koloni që ka përmbusht kushtin për të vendosur kat, duhet t'i japim kat. Fillimisht duhet t'i shohim si janë temperaturat në vazhdim. Dhe ne para se të nisim videon e pam se temperaturat maksimale të jenë deri në 20 gradë, pastaj do të kemi prapë ramje deri në 12-10 gradë. Kështu që kolonia edhe mos t'i vendosim kat nuk prish punë. Po edhe t'i vendosim prapë nuk prish punë. Pse?
Në qoftë se i vendosim kat, mund ta vendosim si kat të parë dhe kolonia të ndrojë në katin e dytë. Që ngrohtësia prapë të ngelet te kolonia. Më thonë, kjo është esenca. Edhe nëse nuk i vendosim, kolonia nuk është në situatë emergjente, po ashtu edhe kemi mbretëreshën e vitit të kaluar, kur e dim se mbretëreshat e reja, shancat për të rojit janë deri në 50% minimalistike. Domethënë, kjo është një send i ri që mund ta mësojë një bletar, se mbretëreshat e reja nuk rojisin deri në 50%. Shanset janë të ulta. Një vjet, 2 vjet. Një vjeçare, që nuk e ka kalu një sezon. Kjo domethënë është kriju dikon nga fundi qershorit, faktikisht nuk e ka kap valën e valën e pjellshmërisë së madhe. Kështu që kësaj kolonie, për mendimin tim, do t'i japim kat, por do t'i japim si kat të parë. Do të presim në ditët në vazhdim, mund bëjmë rakat, dhe po ashtu njëkohësisht bëhet edhe rakada e katëve. Kështu që në këtë rast unë do t'i jap kolonies kat me korniza të punuara. Sepse koha që vjen në vazhdim moti nuk na premton për nektar. Sepse dim se për t'i punu pitet e reja duhet nektar. Domethënë duhet të sjellje nga natyra. Kushti kryesor për të vendosur një kat duhet që kolonia, kemi thonë edhe në komente, edhe në disa video se shpesh kemi pyetje kur të vendos si kat Halil. Është ky kushti. Kolonia në momentin që hapet të jetë e mbuluar me mis. Domethënë komplet e mbulon shoqëria. S'ka domethënë diskutim se kjo koloni mund t'i japim kat. Atëherë përgatisim katin. Edhe për momentin ta lajmë të qetë. Një sekund. E pastaj kthehemi prapë. Mashallah, mashallah. Pajtim, edhe pamjen e kemi fantastike. Shif. Pamja është perfekt, bash për bletë. Halil, mundesh pak me kap këtë pjesën, këto janë domethënë kosherët që ne, vetëm një pjesë e kosherëve, e katëve ditëve, depove që ne i kemi rujt gjatë dimnit dhe të shohim se janë gjendja. Ana ka sulmu mola. Do ta morim këtë kat këto, kornizë nga viti i kaluar, perfekt. Pastër. E pastër. Do t'i kontrollojmë një nga një. E pastër. Ekstra. Perfekt. Perfekt. Okej. Kjo tjell, mirë është? Jo, s'është, ha? Jo. Nuk është. Po vetëm se fillojmë ne, edhe po qet pak. Nuk prish punë. Pastër. Jo këtu, mund të shkatrojmë këtë silli. E patë edhe vetë se kornizët kanë qëndruar në mënyrë perfekte. Atëherë sa korniza do t'i vendosim në... Halil, mjafton me 9, se nuk kemi urgjencë. Jo, s'ka nevojë të vendosim vetë kornizë. Më rregull. Edhe pajtim? Tash kam përzgjedh Halil 2 korniza të cilat do të vendosen tek pjella. Më thonë t'i japim hapësirë kolonisë. Ma të reja t'i kisha lënë të pjella une. Po, por kornizat, domethënë edhe këto, cilën do të vendosim nuk prish punë. Do të vendosim këtë dhe këtë më të zezën. Kjo jep temperaturë më shumë, edhe kjo jep pak punë, sepse nuk është e punuar fiks sikur këto tjerat. Këto i lajmë jashtë, ja unë është këto. Perfekt. I tërheqim. Do mos harrojmë se jemi në vazhdim të dokumentarit 365 ditë, do të thotë 365 ditë në një koloni. Edhe ajo kolonia është numri 5. Ja, siç po mundi me pa edhe në video, dhe punë cilë bëhen në këtë koloni gjatë tan vitit, keni për t'i parë në videon për 365 ditë. Kur themi 365 ditë nuk do të thotë ditë për ditë, po do të thotë brenda vitit. 365 ditë çdo kontrolle e cila bëhet në një koloni. Ja pra. Halil, dikush mund tash është kjo pjesa e rëndësishme si bëhet ndrrimi i kornizave. Po pajtim, na shpjego. Fillimisht mirën korniza të cilat kanë pjellë të mbyllur. Thuaj se gjitha ishin me pjellë të mbyllur. Ja. Kornizë me pjellë të mbyllur. Po. Vendosim në anën tjetër. E morë edhe një tjetër. Nëse mujtë të shoh nga anësh, po kornizën fqinj. A është mbretëresha, nuk është shumë problem.
për shkak se është e njëjta koloni. E mbyllur është. Mashallah. Po. Ja, siç mund ta shihni edhe ju, është e mbyllur. I japim hapësirë. Puna në këtë pjesë mbaroi. I afrojmë kornizat. I afrojmë kornizat. Edhe një herë pajtim, faktikisht dy korniza që gjenden në kosherën am, i vendosim në kosherën që kemi për ta shfrytzuar për kat, ose në kosherën tjetër. Ku vendosim të tjerat? E tash këto kornizat e punuara i japim pak hapësirë për treshës. Arsyeja e vendosjes është për t'i dhënë hapësirë. Hapësirë do të thotë për t'i dhënë mundësinë që mbretresa të ketë vend ku ti shloje larvat e saj. Domethënë nuk i vendosim në mes që ta ndajmë pjellën sepse është ende herët. Edhe tjetrën po ashtu vendosim si kornizë të dytë. E vendosim në këtë pjesë sepse këtu këtë dy dia kemi ushqim. Po ta kishim pas pjellë këtë, edhe këtë do ta kishim afruar kështu. Ja njerëz këtë përsërite, por më ngadal. Do të thotë vendosim kolonit ku nuk ka kornizat bosh, i vendosim domethënë më një herë mbas pjellës së fundit. E dim se pjella e fundit i kishim këtu. Këtu kishim ushqim, vendosim kornizë bosh. Pastaj kishim pjell, kornizë bosh, ushqim. Në rregull. Jemi qartë, mendoj se jemi qartë. Shumë bukur. Besoj që edhe shikuesit do ta kenë qartë këtë pjesë. Edhe një herë, po të kishte qenë temperatura në vazhdim të nxehta mbi 20 gradë, do ta kishim vendosur si 4 ditë. Por neve moti nuk na jep se kemi temperatura të mira. Do ta largoj këtë katin e parë. Ja këtu. Dy kornizat me pjellë do gjejnë paralelisht me dy korniza tjera me pjellë. Alil. Kati i ri vendoset në pjesën e poshtme, kurse kati i cili ishte... Po ju tregom arsyeën sepse. Po. Ashtë. Vendoset lart. Alil, ky është veprimi sa i përket këtij kontrolli. Po. Kjo koloni është përgatitur për mos ta prek fare 3 javët e ardhshme. Mund ta kontrollojmë lirisht dikon nga 30 prilli. Po ne do të kontrollojmë më herët që të shohmi por shikues tanë se çka po ndodh konkretisht me këto dy korniza që i kemi vendosur. Mund ta bëjmë një video pas 10 ditë, të shohim vetëm se janë gjendja në këto dy korniza këtu. Kolonia nuk është keq të stimulohet, më thonë, shtohet pjellja, njëkohësisht shtojmë edhe ushtrinë për mjalt. Halil, nëse ki edhe ti diçka, ose që kam harroni diçka, lirisht mundesh me përkujtu, dhe mendoj se me kaq e përfundojmë edhe. Këshilla jona është e bleta të futuni në mënyrë të qetë, me frymëmarrje të thella, të ndjeni kënaqësi, ndjeni afërsi, ndjeni vibrimet e bletës cilat jep, ajo të bën një relax sistemit nervor qendror dhe po ashtu një kënaqësi të papar. Kjo është. Pjesa e ditarit të kuptohet data 05/04/2026 Halil. Çka kemi bën? Kemi pas 7 koloniza të plota. Mbretëresha u pa, plus kishim mjalt, kishim polen, vendosëm kat, kemi bën zgjerim me 2 korniza të punuara. Kontrollin e radhës vetëm për shikuesit tanë pas 7 ose 8 dyte, edhe pse mund mos ta prekin fare deri në fund të muajit, sepse ka zgjerim të mjaftueshëm. Po, edhe kontrollon varet nga temperaturat që do të jetë. Po, sigurisht. Kontrollin e radhës mund të bëjmë rakat, ta kthejmë pjellën poshtë dhe katin e depos ta ngrisim lart për veprimet më të tjeshme, mund të shihemi në një episod tjetër. Më thonë episodin numër 3 të këtij dokumentari. Nëse ju ka pëlqy, Halil e din për fund, e kanë vetëm një klik, like, pa qartësit, komente, pyetje, çka do që keni, mund të diskutojmë në pjesën e poshtme të komenteve. Nga unë ju përshëndes, po ashtu Halil, besoj që edhe ti po i përshëndes. Unë po ju përshëndes nga
prapa kamerës. Ashtë. Atëherë ngenin e të përshëndetur dhe shifemi në radhën e ardhshme. Hajde shihemi. shifemi.